Valdrin Sahitit. Këto ditë keka për ndodhin ngjarjet bukura, mbrëm është shpalosur koleksioni më i ri i disenjatorit Valdrin Sahiti. Ky koleksion është prezentuar në Hotel Emerald, janë paraqitur 100 veshje, 100 fustane elegante të femrave, fustane ekstravagante mjaft të bukura. Edhe janë paraqitur 30 veshje të meshkujve. Ky koleksion në këto paraqitje dhe në këto veshje është punuar për afër 4 muaj, kështu që mbrëm ka mbri me finalizu gjithë punën e tij 4 mujore, edhe kështu me paraqit këtë koleksion i cili definitivisht ka qenë njëri prej koleksioneve më të mira që unë kam mujt me pa deri sot. Kanë qenë fustanet mjaft sharmante, po për më shumë detaje kemi sjell një histori 3 minuta dhe pastaj kthehemi prapë në studio. Hajde shkojmë. Këtë që patë kanë qenë 100 fustane të cilat kam titulluar dhe i kam prezentuar me një titull shumë interesant, Mokita. Kanë qenë 6 ngjyra të cilat e kanë përfaqësu këtë lloj koleksioni, gjithmonë me ekstravagancën e shprehur, sikurse në hapjet të cilat u luajnë në pjesë të më të bukura të femrave, por gjithmonë duke përfshi edhe glamurin edhe materialet shumë shtrejta të punuara, siç e patë edhe vetë, kryesisht dantela, mandavsh dhe gjëra tjera të cilat i përkasin kompanisë tonë. Thjesht ka qenë disponimi adekuat i kohës dhe i momentit kur unë kam vendosur me bëj atë koleksion që ashtu. Fustanet e zi gjithmonë janë pjesë e koleksionit të mia, të pandashme për çdo vet, përderisa ngjyrat e tjera i zgjedhin bazë të trendeve dhe tendencave botërore. Vësë menë në baja me re dhe pesho që njerës për pëlqenë shumë, po mundona me ecë në për një ekstravagancë jo shumë të madhe të këmeshkuj, si në materiali gjithashtu edhe në ngjyrë dhe në prerje dhe në formë. Po jam shumë i lumtur që krahas veprimtarisë time 3-14 vjeçare për femna, ju ka bashkangjitë dhe e mashkull. Mirë po duken, edhe setupi ke shumë i mirë, skena. Perfekt. Shumë nice. Është njëri prej dizenjatorëve që eksploron më së shumti kohëve të fundit, e kemi pa pothuajse në të gjitha fashion show në për gjithë botën, Milano e kudo, gjitha koleksionet e fundit që janë prezentuar nga markat e njohura. Ai ka qenë aty dhe i ka përcjell gjatë gjithë kohës. Mirë po që shumë shpejt, këto ditë do të marrë pjesë me këtë koleksion edhe në Fashion Show Albania në New York, në javën e modës, edhe ekskluzivisht për ne ka tregu që me 2 prill do të hapet dyqani më i ri në Tiranë me veshjet edhe kreacionet e kreatorit Valdrin Sahiti. Shumë edhe logon kishë ndru, edhe që kam ka bo përshtypje mas shumë të ka qenë që çdo detaj ka qenë në vendin e vetë, flokët e femrave, ftyra e femrave, flokët kanë qenë
Rregullimi tyre ka qenë mjaft i përshtatshëm me veshjet cilat i kanë pas, edhe trupin e kanë pas një farë shkëlqimi që është përshtat mjaft shumë me këto fustane mjaft bukura.